I Departamentit të Shtetit të SBA-s për Shqipërinë thekson nivelin e lartë të korrupsionit dhe përfshirjen e rrjeteve kriminale shqiptare në trafikun e drogës dhe prastrimin e parave. Sipas raportit, krimi organizuar shqiptar përdor sektorin e ndërtimit dhe tregun e pasurive të paluajtshme për të pastruar të ardhurat në aktivitetet e palishme, veçanërisht në Tiranë dhe zonat bregdetare. Përveç kësaj, grupet kriminale shqiptare kanë qasje të drejtpërdrejt në prodhimin e kokainës në Amerikën e Jugut dhe janë të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar. Raporti evidenton gjithashtu se korrupsioni në Shqipëri mbetet një pengesë serioze për sundimin e ligjit. Rrjetet kriminale shfrytëzojnë ekonominë e bazuar në para të thata dhe kontrollet e dobta kufitare për të kryer aktivitete të paligjshme. Për më tepër, legalizimi i bastave sportive online ka ngritur shqetësime për mundësinë e deportimit të krimit të organizuar në këtë sektor për shkak të mbikëqyrjes së dobët. Në luftën kundër krimit, Shqipëria ka bashkëpunuar me agjencitë ndërkombëtare si Europol dhe Eurojust, duke arritur rezultate të rëndësishme si sekuestrimi i pasurive dhe arrestimin e kriminalëve. SPAT në anën tjetër ka luajtur një rol kyç në hetimin dhe goditjen e krimit të organizuar duke sekuestruar pasuri me vlerë në miliona dollar dhe duke shkatruar grupe kriminale që operonin globalisht. Megjithse janë bërë disa hapa përpara, dash vëren se Shqipëria duhet të intensifikojë përpjekjet për zbatimin e reformave, forcimin e ligjzbatimit dhe rritjen e transparencës në mënyrë që të përmbushë standarde ndërkombëtare dhe të ambancojë drejt integrimit në Bashkimin Evropian.